Ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë kishte pak rëndësi në aspektin e rezultatit pasi të dy skuadrat e kanë njohur fatin e tyre në kualifikueset e Botrorit 2026, por për Federatën Shqiptare të Futbollit ka pasur një rëndësi shumë të madhe. Kjo pasi federata ka argëtuar miliona euro vetëm fal biletave nga ndeshja në fjalë që ka çmimet më të shtrenjta në histori sa u përket atyre të luajtura në vendin tonë. Me një llogari të thjeshtë duke u bazuar mbi çmimet për sektor dhe kapacitetin që kanë sektor të ndryshëm që nxirren zakonisht në shitje nga FSHF, sipas për llogaritjeve të Panorama Sport, rezulton se janë argëtuar rreth 169.498.000 lekë, një shifër që del vetëm nga pak më shumë se 20.000 bileta që nxirren zakonisht në shitje nga FSHF, përfshirë dhe sektorët e miqve. Pjesa tjetër administrohen direkt nga institucioni i futbollit pa u nxjerrë në treg dhe sigurisht te prej tyre ka të ardhura kolosale. Në përllogëritje janë pak më shumë se 2.000 bileta me çmimin 2.500 lekë, thuajse 11.000 bileta me 3.500 lekë, mbi 5.800 bileta me 9.000 lekë, thuajse 2.000 bileta me 15.000 lekë, nga 500 bileta me 25.000 lekë dhe 40.000 lekë, si dhe 198 bileta me 50.000 lekë. Siç e theksuam, ka bileta të ndryshme që nuk janë nxjerrë në shitje nga FSHF në sektor të ndryshëm, apo edhe një sektor i tërë si VIP-i, biletat e të cilit janë zakonisht ato me çmime të paprekshme, pasi janë vetëm 13 të tilla. Kështu, për pak më shumë se 20.000 bileta të përllogaritura me çmimet e tyre, rezulton se FSHF, e cila shpalli sold out stadiumin që në fillimin e javës, ka argëtuar rreth 1.75 milion euro. Po t'u shtosh dhe vlerën e diferencës që çon pastaj në kapacitetin prej rreth 22.000 vendesh të stadiumit, e kuptojnë qartësisht që argëtimit i afrohen dhe ndoshta kalojnë 2 milion eurot vetëm nga biletat. Kaq mjafton për ta bërë këtë ndeshjen më të kushtueshme të historisë së futbollit në vendin tonë, me diferencë të thellë nga çdo ndeshje tjetër.